Mërgim Mavrej ishte në dyshim tek ekipi i parë i Kölnit pas dëmtimit, por 29 vjeçari mbeti në qytetin e Katedralës dhe mblodhi në gjysmën e dytë të sezonit jo pak minuta aktivizimi dhe ndeshje të luajtura. Tani është duke pritur me padurim kampionatin evropian të Francës si pjesë e Shqipërisë. Disa herë janë përpjekur për ta vënë veten atje në finalet e Europianit, por nuk kam asnjë ide si do të jetë. Kjo është e vërtet, ka thënë Mavrej në një intervistë për prestigjiozen gjermane Kicker. Për një ekip kombëtar si Shqipëria, kjo gjë nuk ndodh zakonisht. Është një sukses që kur nuk e kemi përjetuar, ndaj nuk mund të kuptojmë plotësisht se çfarë do të ndodhë atje, por pritshmëritë janë të mëdha. Shton mbrojtësi qendror me rënjë kosovare, teksa me zgjedhjen e tij ka plane të mëdha për në Francë, kur thotë: "Franca është favorite në grupin ton. Edhe Zvicra ka qenë gjithmonë e konsideruar nga rivalet, por kjo aktualja nuk është aq e fortë sa në ndrejtimin e Otmar Hitzfeld. Njëri apo tjetri ekip, nëse do të na nënvlerësojnë, atëherë kjo do të jetë karta jonë. Besimi ynë është i madh se mund të shkojmë shumë larg." Marrja pjesë në Euro 2016 për Mavrej nuk ishte një çështje, edhe pse për shkak të një dëmtimi në gjuhë e humbi pothuajse të gjithë sezonin. "Më vjen mirë që trajneri dhe stafi më bën pjesë të komentarës për këtë event. Unë jam i ndershëm. Sa i përket Kosovës, gjenerata pas nesh ka për të vendosur të luajë për Kosovën. Personalisht, pas 10 vitesh do të luaje për Kosovën dhe jo për Shqipërinë. Në situatën aktuale nuk e mendoj as pak afrimin të kombëtarja e Kosovës. Kjo është edhe kundrejt mirënjohjes dhe detyrimit moral që unë kam dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Dëshira ime e madhe është që këto kombëtare të luajnë në një simbol kombëtar, ashtu siç ka qenë gjatë gjithë kohës", përfundon Mërgim Mavrej.